Pas raportimit të mediumit ton për gjendjen e pamirëmbajtur të kompleksit banesor Dukagjini, ku kompania pastrimi Qaprati ndërhyri për pastrimin e zonës një ditë më pas, banorët tani po përballen edhe me një tjetër problem, mungesën e ndriçimit në hapësirat e përbashkëta. Gjatë orëve të natës, e gjithë zona mbetet në errësirë, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve dhe duke krijuar pasiguri për kalimtarët. Gjatë natës tu, qysh e shikoni, nuk janë disa bloqe që i kanë dritat, po asnjë dritë nuk punon. Rrafsh 11 vjet më tonë, asnjë dritë absolute publiku tu nuk punon plazhës. Vetëm një dritë private që ka qitë një shtëpi atje, para shtëpisë vet, nëna janë të rrezikuar fëmijët pej qenve, pej kozhve që vijin. Ai thotë se nëse është e nevojshme, banorët janë të gatshëm të kontribuojnë edhe vetë për instalimin e ndriçimit, në mënyrë që të përmirësohen kushtet e jetesës në kompleks. Këto drita janë figurune me na rregullu me qitë ndriçimin, që është nevoja edhe mu kompletu bashkë me grupet e banesave, që nevoja për subvencion diçka që me pas në qasje, me pas të ndriçim të mjaftueshëm. Vendosja e ndriçimit në këtë zonë do të ishte një zgjidhje e mirë jo vetëm për banorët e kompleksit, por edhe për qytetarët e tjerë që kalojnë aty, duke u lehtësuar lëvizjen gjatë orëve të mbrëmjes dhe duke rritur sigurinë në këtë hapësirë.